tjetër. Sot është ditë e enjte, edhe unë po bëhem gati tani sepse e kam lënë me Rain që të takojmë në një qendër tregtare, te kjo qendër tregtare që unë kam afër dhe rrugën e të cilës unë e bëj gjithmonë, jo gjithmonë, por zakonisht kur shkoj vetëm e bëj në këmbë sepse dua që të eci dhe sot do bëj të njëjtën gjë. Ndërkohë po flas avash avar sepse Xhesi është në gjumë edhe nuk dua që ta zgjoj. Unë për para 10 ditësh, 2 javësh pothuajse, kam bërë porosi tek HM-ja në website-in e tyre, tek aplikacionin në fakt, sepse tani e kam shkarkuar. Kam bërë porosi një palë pijame shumë të bukura me zemra, janë të bardha me zemra të kuqe, janë edhe për Shën Valentin, por unë dua që t'i përdor edhe gjatë përditshmërisë sepse janë të bukura, edhe do shkoj t'i marr sepse kam porositur një palë për vete, një palë për Rain, dhe do shkojmë t'i tërheqim. Tani unë doja që t'i kapja këto flokët, por nuk më qëndrojnë sepse dje kam për tush edhe i kam kështu si luan tani, edhe nuk e di se si do ja bëj. Unë nuk u mendova fare për veshjen, me thënë të drejtën, sepse nuk doja t'i bëja Xhesit zhurmë edhe kam hyrë shpejt e shpejt ka marr që më ka kap dora për kollaj, edhe u vesha me xhinse edhe me këtë bluzën baby blue. Kështu, të shkojmë edhe tek Fita, dua të gjej disa gjëra shumë të bukura për Pashkët, për pranverën, në një gjë të lezetshme, sepse besoj të kenë bërë edhe uli aty, zakonisht bëjnë uli, edhe dua të shkoj të shikoj në një gjë të lezetshme. Këto, kam menduar në fakt, e kam shprehur dhe në Instagram për vajzat që më ndjekin edhe aty, që dua të filloj përsëri të bëj seri të gatimit në YouTube, që do jenë seri gatimi, si që kemi pas bërë para disa muajsh, edhe duaj që të përgatis një recetë që e provova edhe vitin e kaluar, por nuk më doli fare mirë, edhe mendoj se fajin ma pati që nuk isha mikserin. Nuk e di pse më lodhin kaq shumë këto flokët, për nejse. Dhe do bëjmë çurekun grek, do provoj ta bëj përsëri, do ta xhiroj nesër si video, dhe ju do ta shihni tek video e të shtunës, kurse ky vlogu që unë po ngjizoj tani mbas e del një 2 ditë më vonë pas recetës së çurekut, kështu që ta shihni më përpara. Tani unë dua t'i bëj pak me gjel këto flokët, me gjelin e Xhesit, sepse nuk më rin fare mirë. Kështu është dita e parë e larjes së flokëve, ose shumë hodha. Ngjojnë flokët, ngjojnë flokët. Edhe nuk e di po se që ka qik si ftohtë, unë vesha këtë xhupin që është më i vogël dhe pak më i hollë se ai ziu që kam në përgjithësi, që e vesh në përditshmëri, edhe ngrike që nga i qik. Jel takuam në priti që i këraj mua, po. Sa ke që prita këtu? Pritë se si jam në shopër? Jo, ja, afër. Cek. Bjere. Dhe bukur edhe kjo, për të vërë në nazën, me Xhesi cigarë më të. Nisë shofë, kam si dhe. O zoti Masi, s'shef ma? 24. 24 euro. E bukur është. Edhe qau. Jo, po shoh të dritë t'i kur. Shkon shumë. Po, të shkon dhe...
Ne dhe sushit. Fiksimi me sushit. Po me hapër është. Qikojmë një herë bufen. Kalamani vogël. Për çfarë vim ne? Do një zog për zhverti? Ktheva në shtëpi dhe dua t'ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë kam bler sot. Shkuam edhe tek Fida, nuk e dia kam kapur shumë klipe, por pas ngrënies së sushit, sepse ulëm dhe të hanim sushi, mua gjithmonë pas drekës mua më zë gjumi, edhe ato sushit ishin okay, nuk është se ishin në një gjë kush e di, por unë kisha shumë kohë që doja t'i haja, më kishte shkuar mendja keq fare. Tani që e hoqja fiksimin nuk dua t'i shoh më me sy, ashtu e kam unë, sa fiksohem, pastaj nuk dua as t'i shoh fare me sy. Këto çokolatat me që i kam këtu, mi solli Rai, sepse kur ajo jetonte këtu në një lagje me mua, gjithmonë më sillte nga puna e saj nga këto çokolatat, edhe kishte një muaj që thoshte kam çokolata, harrova t'i sjell, edhe sot shqyr u kujtua edhe mi solli këto, janë me crunchy karamel, edhe vdes. Unë ndërkohë po mundohem mos ha budalliqe, por çfarë të bëjmë tani? Jemi në balancë, edhe ham dhe një gjë, edhe në një gjë tjetër nuk e ham. Balanca. Mora vezët, sepse na ishin mbaruar. Gjeta këto domatinjat e vogla. Unë flas me Aurelën, një vajzë, një shoqe tani, sepse ne flasim pothuajse çdo ditë, edhe ajo më tha që këto domatinjat e vogla bëhen shumë të mira dhe bëhen kollaj, sidomos ne që nuk kemi tokë, por kemi vazo, bëhen më kollaj këto domatinjat. Edhe i gjeta tek Lidl, sepse në dyqan, aty ku blem ato farat më parë, nuk i gjetëm. Tani këtu të jep edhe mënyrën se si duhet ti mbjellësh. E tani po lexoj këtu spring 12 deri në 18 gradë. Ndërkohë ne jemi 3 gradë. A do na zihen ato farat e tjera? Apo jo? Nuk e di. 8 fara thot kjo, 8 sic. Sa ish pak? Nuk e di. Shikoni tani, në Lidl ishte java greke. Java greke ishte, por ne nuk pam asnjë gjë, asnjë produkt grek përveç kësaj këtu. Nuk e di. Për vajzat që jetojnë në Greqi, këto qoftet në salcë janë të preferuarat e mia dhe më kujtojnë fëmijërinë time. Kur kam qenë në Greqi e vogël, gjatë fëmijërisë time, këto kanë qenë të preferuarat e mia. Dhe ishin 2,20 €. Ua, nuk e di pse u lodha duke folur. Dhe këto. I mora, nuk e dia do t'i haj Xhesi, po unë jam e sigurt që do t'i ha. Më pas, do ju tregoj miellin që e gjeta fiksa ashtu siç unë e doja, është ky mielli Manitoba që është për çurek. Dhe ky mielli gjithashtu përdoret edhe për panetone, nuk e di nëse bëjmë dot briosha, por nesër do të provojmë të bëjmë çurekun grek me mielli Manitoba. Morëm këtu. Mora domatinja, sepse këto janë shumë të mira dhe i kemi shumë qef. Mora majdanoz, të cilin e pas kam shtyr për të shkretin. Majdanozin e kam shumë qef. Tjetër në supermarket, çfarë mora, do thoni juve. Mora qiqra, sepse nuk e di, më duket se o kam thënë në një video tjetër, që dua të provoj të bëj falafel. Më solli një natë Xhesi nga puna falafel dhe ishin super të mira. Dhe duheshin qiqra. Mora këto qiqra, do t'i lëm në ujë, do t'i vendos që sot në ujë dhe që t'i bëjmë nesër, ose do t'i vë nesër dhe t'i bëjmë pas nesër. Tani, keni parasysh këto? Ka edhe mjedër, lule shtrydhe, kishte edhe frut pasion. Nuk e di, gjëja më e shishme. Rai i mori me mjedra, unë i mora me lule shtrydhe dhe mua më pëlqejnë më shumë këto me lule shtrydhe sepse vinë si të tharta kur ti e ha, është çokolata, është edhe ajo pjesa e thartë e lule shtrydhes, edhe është ajo balanca që nuk të vel. Kurse Rai i mori me mjedra dhe vinin më të ëmbla. Në fakt mua më pëlqejnë këto. Dhe kam bërë një 4 copë deri tani, por zot mbaj dorë sepse janë
super të mira, shikoni? Kanë këtë formën kështu. Do ta bëj çik fokus. Ja. Qyçja. Dhe janë, nuk e di. Ja. Kam ngrënë blualligje sot. Veç këto kam ngrënë. Po janë, nuk e di. Kjo çokolada brenda është shumshi, nuk është e zezë. Edhe e zezë do ishte e mirë. Por shumë e mirë. Tefida. Gjeta këtë gjën këtu. Me zotçka. Për tani në Pashkët. Është me vezët. Apo ja u tregoja mbrapsh? Jo. Ja. Një tulipan, një gjel, një zogë dhe vezët. Tani unë nuk e di se ku do ta vë këtë. Sepse dua që të më qëndroj. Ja, do ta gjej mbase një vrim këtu. Një vend para tek pjesa e prizës. Dhe që sa bukur janë. Do ta lë këtu ku e vara, po thjesht për ta provuar. Dhe një gjë tjetër që mora tek Fida, në kërkim të pjatkave të voçkla, mora këto. Ishin 2 copë, thash merja një herë një. Po thash më mirë t'i kem 2. Ja, janë kështu si vintage, si të vjetra dhe janë England, thot, kështu që English flowers. Nuk e di, ishte shumë të bukura, ishte 2 euro një. Ishte me 50% ullje, por 50% ullje ishte vetëm tek pjesa e mobiljeve, kurse këto ishin nga 2 euro dhe nuk bëhej ullje, por janë shumë të bukura. Ti vendosim këtu në lavaman dhe më pas t'i lajmë në lavastovilje. Dhe gjëja e fundit, ju tregoj bijamat. I hapi raji të sajat, kur ullëm për të ngrënë sushi, dhe ishin, nuk e di, një material shumë i mirë. Unë ato bijamet roz që i kam saten, i kam këtu e 3 vite e gjysëm, dhe më kanë dalë shumë të mira. I kam marrë tek HM-ja, i kam marrë kur kam qenë në një tirante një faqe online, sepse mbaj mend para 4 vitesh nuk ishte hapur HM-ja në tek, edhe nga marrë 20.000 lekë. Edhe më kanë shkuar shumë mirë. Kanë dalë pak fije në 2-3 vende, por janë shumë të mira, janë të lehta, edhe unë më pëlqen shumë që duhet që se këtu shtëpit janë shumë të ngrohta, nuk duaj gjëra të trasha, dhe ato i kam super të rehatshme. Dhe këto që kam marrë kësaj radhe janë pambuku, janë 100% pambuk. Besoj se e lexon edhe këtu, por do ja u tregoj. I kam marrë në masën M. Dhe të shikojmë pak se si do na rrinë në fakt, do t'i laj dhe me zi pres që t'i vesh. Edhe pse janë me zemra, nuk më intereson shumë, do t'i vesh edhe gjatë këtyre ditëve, jo vetëm kur kemi Shën Valentine. Shën Valentine një ditë në vit është, kështu që shpresoj mos më rrinë të mdhaja. Po s'ka gjë, le të më rrinë pak të gjëra. Shkoni, pjesa poshtë është me të shkurtra. Janë material, o zotë sa materiali mirë dhe rajt i pëlqyen super shumë. Dhe ja ku lexojnë këtu, 100% koton. Shumë të mira. Më pëlqen shumë kjo era e robave të lara, por unë gjithmonë i laj sepse to nëpër magazina kanë ndënju. Dhe pjesa sipër është këmish dhe është me mëngë të gjata. Sa të bukura, po vikon shumë oversize. Nuk ka gjë. Po, shikoni pak çfarë vumren e merajnë. Unë se kam parë fare kur e kam përporosin. Mama, before and after. Për gra është azan edhe mbas lindjes. Prandaj vi kështu kaq oversize këto, por nuk ka problem. Sepse ne i veshim edhe pse si jemi shtatzana. Nuk ka problem. Janë material shumë i mirë. Si që thash, edhe me kopsa të bardha, me zemrat e kuqe. Zemrat më pëlqejnë sepse nuk janë të stampuara, janë si... Shikoni pak? Vim pak si oversize në fakt. Janë goxha të lirshme, po mua kështu më pëlqejnë pijamet në përgjithësi, që të jem rehat dhe që të flem mirë siç duhet, me gjëra të gjëra, me pijame të gjëra.
Hello! Jemi nga dita tjetër e këtij vlogu, unë jam bërë gati. Sot jam lyer, kam veshur një fustan sepse do xhirojmë serinë e parë, jo serinë e parë, janë bërë shumë seri, por serinë e radhës së të shtunave me Anxhelën. Do përgatisim çurekun grek, kam bërë çdo gjë gati, tani në fund u bëra gati edhe vet. Kam peshuar të gjitha gjërat, të cepin këtu i njërojni, sepse të gjitha gjërat që s'doja që t'i tregoja të dukeshin domethënë në videon e gatimit, i kam sjell këtu. Dhe këte e kam rregulluar tavolinën, e kam kthyer ndryshe, kam vendosur mikserin, lulkat, edhe duket shumë bukur. Ju recetën e kësaj e çurekut do ta shihni të shtunën, besoj e keni parë sepse ky vlog do të dalë mbas serisë çurekut. Kështu që ju e keni parë se si do e përgatisim, kam bërë gati të gjithë përbërësit dhe dua të përgatis edhe një reels, jam vetëm në shtëpi. Për pak kur të vi Gjejsi do i them që të më bëjnë disa foto të bukura, por tani pa humbur kohë të vazhdoj me përgatitjen e çurekut sepse po erdhi ai në shtëpi, nuk do më lë rehat, do më bëj zhurmë, kështu që vazhdojmë shpejt e shpejt nga puna. Mbarova dhe videon e gatimit me recetën që ju thash. Nuk e di, ora është 5:01, kam që në orën 12 që merrem me këtë recetë, me këtë video. Çdo gjë ka lodhjen e saj, ka etapën e saj, do kohën e saj që ta bësh. Çoreku ka dalë shumë i shikshëm, fiks shija si ato që ne marrim në Greqi, por besoj se formën e gërshetit duhet e kisha bërë pak më mirë dhe pak më të shtrënguar, sepse mendoj se i kam lënë pak të lira ato ndërthurjet e atyre ripave që unë krijova, sepse gjatë momentit të pjekjes ajo mu hap pak, por me besoni ka dalë shumë e butë. Shikoni pak, një copë që unë e kam prerë, shikoni pak se sa e butë që është, edhe më pëlqen sepse është e ndarë në fije. Nuk e di, është shumë e mirë, shikoni. I think I'm falling, drowning in your spell, trapped like a toxin, I can't quit, I live in hell. Your flickering gaze leaves me lost in haze. The deeper I sink, your silence betrays. You're cold as winters blow a frostbitten sting. I'm a moth to you with light. Jeni gati të tregoj pak se çfarë blem ne sot. Sot si një ditë pushimi që ishte këtu në Finland, është e hëna e parë mbas Pashkëve. Ne dolëm edhe bëm pak pazar, disa gjërat vogla, sepse më të shumë tati mori Gjesi dje. Edhe, nuk e di nëse ju kisha thënë një video më përpara, për një dyqan që ka dekore për shtëpi, gjëra të ndryshme, ishin bërë mbulecat për krevatët me ulje dhe i kanë material shumë të mirë. Unë zgjodha këtë modelin këtu, me këto ngjyrat pranverore, por duke qenë se seti kishte vetëm një klëf për jastëkun, morëm edhe një më vete. Unë zgjodha këtë këtu të verdhin, ngjyrë yellow butter yellow, me këto lulet kështu. Në fakt mua në fillim më pëlqeu një tjetër që ishte rose baby pink, edhe ishte me qershi, por nuk ishte klëf tjetër jastëku, kështu që u detyrova mora këtë tjetrin. Kishte edhe disa lloje të tjera, por ky më pëlqeu më shumë. Mezi pres ta provojmë te krevatit, shikojmë nëse do na arri apo jo, por mendoj mos ta hapim në këtë video, por do ta hapim pas disa videosh, sepse do ju tregoj diçka të re dhe nuk dua ta hap që në këtë video. Morëm edhe klëfin. Klëfi për masat e klëfit janë 50 me 60, fiks siç ne i kemi ato jastëkët tonë. Më pas, çfarë morëm tjetër? Te ky dyqani morëm vetëm këtë setin. Këtu kam futur 2 gjëra sepse nuk doja të më prisheshin te qesja e supermarketit. Më mori bashkëshorti im i dashur tulipana. Mora të tulipanët edhe i zgjodhi ai me këto ngjyrat.
Do t'i vendosim në një vazë tjetër, sepse karafilat janë akoma në gjendje shumë të mirë, përveç trëndafileve që janë tharë, por karafilat shkokan më gjatë. Tani është sezoni i asparagut edhe morëm këtë tufën, mund ta quajmë. Do shikojmë se çfarë receta mund të bëjmë në një gjë të lezetshme. Dhe t'ju tregoj qesen e supermarketit. Atëherë, kemi vendosur të bëjmë një cheesecake më vonë, pasi të ham drekën. Morëm biskota digestive që janë perfekte për cheesecake-un. Ne cheesecake-un do ta bëjmë ose me mango ose me fruta pylli, por më shumë jemi te kjo klasikja, sepse na pëlqen më shumë. Morëm kremin pana, pa laktozë. Paktën jetë një gjë pa laktozë që mund ta ha rehat. Morëm këtë Philadelphia këtë të madhen që të na arrijë për cheesecake-un. Morëm kos. Ky kos është shumë i mirë, është pa laktozë dhe përse ka 3.5% yndyrën, tani këtë djathim grek pa laktozë gjithashtu, po mundohem të ha mirë. Përse se cheesecake-u është një ëmbëlsirë, nuk është se i shtoj sheqer më shumë, edhe frutat e pyllit nuk është se i bëj me shumë sheqer, edhe paktën është diçka që e bën vetë në shtëpi, edhe e di se çfarë ka brenda. Morëm një mango, karrota dhe patate. Ndërsa për drek kemi bërë që dje në darkë, kemi bërë lasagna, kemi edhe fasule. Për darkë do shikojmë se çfarë do bëjmë, mbase bëjmë në një gjë të mirë. Edhe më pas do përgatisim së bashku cheesecake-un. The world feels bright, like walking through the calm of night. We talk about the days ahead. With every word, a dream is spread. You take my hand and hold it tight. With you, everything feels right. In your eyes, I find my peace. A love like this will never cease. Every glance, every touch, so true. Every moment I'm lost in you. With you always, I'll never fear. You and me, the world is clear. Every day with you feels like gold. A love so warm, never growing old. With you always, my heart's at ease. With you I feel like I can breathe. Together we'll make it through. With you always, just me and you. We walk the streets hand in hand. Together we'll make our own plan. We laugh, we talk, we share our dreams. Like a river flowing with gentle streams. You lift me up when I'm feeling low. With you there's nowhere we can't go. Your love is the... Atëherë, cheesecake-un e kemi bërë gati, e kam vendosur në frigorifer, bëra edhe puren e frutave të pyllit, e kam lënë ato në frigorifer që t'jeti freskët. Tani, do bëjmë gati disa gjëra që na duhen për darkën. Sot është dita që ne ham shumë budalliqe, edhe pse unë nuk kam rënë në një gjë kush e di. Do përgatisim sufllaqe, duke gjënë se këtu nuk gjejmë pite për sufllaqe, përfundojmë duke i bërë vetë. Dhe kam recetën. Tani, unë dua të bëj shumë pak, por receta e plot do 500 gram miell, 300 gram ujë të vakët, 9 gram maja, një lugë gjelle sheqer, do pak kri, pak vaj ulliri, një lugë gjelle të vogël me uthull të bardhë, sepse e bën brumin më elastik dhe hapet më kollaj, dhe mund t'i shtoni pak brumit rigon, sepse i jep shije dhe duke tamam si pitet greke. Unë tani do bëj shumë pak, dua të bëj një brum të vogël, një top të vogël brumi, sa për 3-4 pite, sepse i duam vetëm për sot. Do marrim peshoren si fillim, sepse pa peshore nuk bëj, por unë do t'i shtoj vetëm 4.5. Do t'i shtoj vetëm në gjysmën e saj. Në fakt unë mund t'i bëja edhe me tharm, por nuk e kam ushqyer për sot edhe nuk është i aktivizuar tharma siç duhet, që unë t'i zë këto pitet edhe t'i bëj. Do shtojmë 150 ml ujë të ngrohtë. Ju thash që nuk dua të bëj shumë. Okej. Dhe do t'i përzjejmë tani. Marrim një piron.
Dhe I përsihemi mirë. Dhe I shtojmë dhe mos bëjmë shumë pite. Shtova 110 gram miell. Të heqim këtë se s'duket qartë. Duhet I shtojmë edhe pak fare vajollirin. Mos harrojmë edhe kripën. Gjysmën e miellit tjetër do ta shtojmë pasi të jenë aktivizuar. Kripën do t'ja shtojmë më pas bashkë me gjysmën e miellit tjetër. Edhe ushtullën. Gjesja do t'i shtoj pak rigon piteve? Se që ka receta. Po desh e edhe fund rigon. Ku në fund? Në fund edhe kur bën pitën e ti edhe mrena. Jo, e do pitja brënda. O zot, pse e pyesin këtë? Pse e pyes? Hidhi më I zonja ty qa thot receta. Milani e meriton ta ja. Hajde.